Drejtani Rexhepi refuzon të dëshmojnë apelin e posaçëm në lidhje me rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Nuk kam se çfarë të them, tha ai përpara 3 shes gjykuese. Nga ana tjetër, gjykata vendosi të rrëzojë kërkesën e avokatit mbrojtës të Festim Beçdilit, që në sallën e gjyqit të shfaqen pamjet filmike të kompleksit Golden. Izraeli bombardon Iranin në një sulm masiv. Goditen baza ushtarake dhe godina të lidhura me gardën revolucionare iraniane. Irani kundërpërgjigje duke lëshuar 100 dronë në shenjë hakmarrjeje. Të tjera fakte janë zbuluar në lidhje me tragedinë e ndodhur në Indi, ku si pasojë e rënjes së një avioni humbën jetën 242 persona. Shkaku i aksidentit mund të jetë një konfigurim i gabuar i avionit para ngritjes ose të dhënat gabuara të peshës në sistemin kompjuterik të avionit, i cili përcakton fushinë e nevojshme për ngritje. Mirë se u rikthyet në Adi sot, do t'jemi bashkë, unë jam Gjoneta Prokni. Drejtani Rexhepi refuzon të dëshmojnë apelin e posaçëm në lidhje me rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Nuk kam se çfarë them, tha ai përpara 3 shes gjykuese. Nga ana tjetër, gjykata vendosi të rrëzojë kërkesën e avokatit mbrojtës të Festim Beçdilit, që në sallën e gjyqit të shfaqen pamjet filmike të kompleksit Golden, ku prokuroria thotë se aty nga njëra makinë tjetrën është transportuar trupi Jan Prengës. Në këtë moment, sipas prokurorisë, prezent ka qenë Beçdili dhe është larguar me persona të tjerë, ndërsa avokati Ilir Murati pretendoi se prokuroria i ka interpretuar këto pamje gabim. Seanca shtyhet për në datën 26 qershor ora 10. Kërkesa e Unionit të gjyqtarëve për paga më të larta duket se ka krijuar një front konflikti ndërmjet ekzekutivit dhe gjykatës kushtetuese. Reagimi publik i Edi Ramës kundër kësaj kërkese, si dhe komentet e tij ndaj vendimit të parë të gjykatës kushtetuese mbi këtë çështje, u konsiderua nga kjo trup si cënim i autoritetit të saj. Gjykata kushtetuese konsideroi të papranueshme ndërhyrjet publike të Edi Ramës, sa i përket çështjes së pagave të gjyqtarëve, mbi të cilat trupa është shprehur edhe më parë dhe pritet ta bëjë përsëri, pas një tjetër kërkese për rritje rrogash nga Unioni i Gjyqtarëve. Teksa kryeministri kërkoi nga trupa kushtetuese të mos bëjë të njëjtin gabim, duke konsideruar lehtësitje vendimin e para 2 viteve për të njëjtën çështje, trupa më lart gjyqësore doli me një kundërpërgjigje publike, ku shprehet se nuk pranon kritika mbi vendimet e saj. Gjykata kushtetuese gjen rastin të ritheksojë se vendimet e saj mund të jenë objekt kritikash. Megjithatë, është e papranueshme çdo formë ndikimi si kundër çdo përpjekje për të vënë në dyshim autoritetin dhe reputacionin e saj, qoftë edhe në dukje, çka do të cënonte vetë parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe atë të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve. Këto akuza sipas gjykatës nuk do të cënojnë vendimarrjen e trupës kushtetuese, një formulim që duket se kur indirekt pohon se një tjetër vendim do të ketë, ndonse në kalendarin e seancave publike nuk ka një datë të përcaktuar. Duke marrë shkas nga qëndrime dhe reagime të publikuara së fundmi nga përfaqësues të pushteteve të tjera, përfshi atë ekzekutiv, gjykata kushtetuese siguron publikun dhe palët në proces se ajo është e pavarur në ushtrimin e funksionit të saj kushtetues dhe nuk ndikohet prej tyre në veprimtarinë ose vendimarrjen e saj. Çështja e rritjes së pagave të gjyqtarëve u rikthye në qendër të debatit të kritikës publike të kryeministrit Rama, i cili nënvizoi se me kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese, Unioni i Gjyqtarëve po ndërhyn në kompetencat e ekzekutivit, duke caktuar një rritje pagash prej 700 eurosh për magjistratët me vendim gjykate. Edi Rama sulmoi publikisht gjykatën që pas 7 vitesh në pritje rrëzoi padin për shpifje që kryeministri kishte ngritur ndaj Lulzim Bashës, çfarë bën situatën vajtuese sipas shefit të qeverisë është se këta gjyqtar pretendojnë edhe rritje pagash. Rama kërkoi nga qeverisja e gjyqësorit që të reagojë duke marrë masa ndaj rasteve të tilla. Vendimi i dhomës civile të gjykatës së Tiranës që rrëzoi padim për shpifjet e Edi Ramës ndaj Lulzim Bashës në lidhje me çështjen Toyota Yaris i dha mundësinë kryeministrit të shprehë edhe një herë gjithë pakënaqësinë e tij me gjyqësorin. Rama evidenton se padia e vitit 2018 mori përgjigje nga shkalla e parë gjyqësorit pas plot 7 vitesh.
Gjykatëses janë dashur 7 vjet që të dalin konkluzionin se unë si paditës kam pësuar asnjë dëm, pasi dhe aktualisht mbaj detyrën e kryeministrit dhe deklarata, pra shpifja e Lulit, nuk ka ndikuar në perceptimin ndaj meje në publik. Pra sipas gjykatëses, Luli s'ka shpifur përderisa shpifja e tij s'më ka larguar mua dot nga detyra. Arsyetimi jep mundësinë të rikthehet edhe një herë kërkesës për rritje pagash që vjen nga Unioni i Gjyqtarëve, ndaj të cilës është pozicionuar publikisht kundër. Tani që ky arsyetim nuk ka dalë nga ndonjë libër humoristik, po nga një gjykatë dhe që arsyetuesi nuk është autori ushtarit të mirë zhvejk, por një gjykatëse që paguhet më shumë se sa një mësuese apo një mjeke nga taksat e shqiptarëve, ky është një fakt për të qarë e as pak për të qeshur. Kur mendon pastaj edhe që kjo gjykatëse i përket Unionit që kërkon rritje page 700 euro nga gjykata kushtetuese, qarja bëhet vajtim. Shtruar në formën në një pyetje, duket se kërkon dëshkim edhe nga qeverisja e gjyqësorit. A do zgjodhet nga gjumi qeveria e gjyqësorit me këshilltarët e inspektorët e lartë dhe qindra punonësit e administratës së saj të aq mirë paguar për t'i kaluar në filtrin e përgjegjësisë së lartë publike bëmat dhe gjëmat me të cilat përballet e drejta e njerëzve të zakonshëm në sallat e gjyqeve. Më herët për çështjen në fjalë ka reaguar edhe Lulzim Basha, i cili e konsideroi fitore vendimin e gjykatës së Tiranës. Sipas ish-kryetarit të Partisë Demokratike, gjyqtare ka vlerësuar se deklaratat e Bashës përbënin një opinion politik të lishëm, të mbështetur në fakte të njohura publikisht dhe të bërë në funksion të detyrës së tij si lider i opozitës. Do të zhvendosemi tani në Kosovë me zhvillimet politike atje, duke u konsideruar në fakt nga të gjitha palët si një ngërç apo një krizë e brendshme politike. Në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun Tomor Avdia, i cili na flet në këto momente pikërisht nga salla e seancave plenare. Të përshëndes Tomor, sot është seanca e radhës pas 30 dështimeve për konstituimin e këtij institucioni pra të parlamentit. Çfarë pritet të ndodhë sot? Po, sot është seanca 31 ku deputetët e Kuvendit të Kosovës po tentojnë ose duhet të mlidhen tani pas pak minutash për të vazhduar atë konstituimin e Kuvendit, pra për zgjedhjen e kryetarit, kryetares, nën kryetarëve dhe kryesisë së Kuvendit. Maratona politike ka nisur edhe pas debateve ku pas seancës së 7-8 ka filluar edhe ndryshimi i konceptit ose mënyrës së votimit, ku është kthyer në një luftë politike, jo vetëm politike, po dhe juridike mes palëve për të treguar se kush ka të drejtë për të zbatuar ose thjesht për të vendosur në mënyrën e votimit në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kjo mënyrë e formës së votimit ka shkuar 3 javë më herët në gjykatën kushtetuese dhe ende kjo gjykatë nuk ka marrë një vendim tërpërër lidhur me një kërkesë që ka dërguar më shumë se 10 deputet lidhur me formën e votimit, por edhe në këtë prapavin time ku tani shefi seancës, pra zoti Dehari, po kërkon që deputetët të hyjnë në sallën e Kuvendit, ka pak optimizëm ose nota besimi që mund të ketë ndonjë vendim të plot ose vendim për të thjeshtur ose vendim politik për të arritur një qëllim atë pra të konstituimit të Kuvendit. Edhe për arsye se një ditë më herët njëri prej shefave të opozitës, pra nga LDK-ja zoti Avdigjiku deklaroi se asnjëra palë, as partitë opozitare dhe as partia në pushtet deri në këtë moment nuk kanë shumicë dhe shumica nuk mund të arrihet në këto kushte, ka deklaruar ai, por duket që edhe sot ka pasur deklarime pak minuta më parë në hyrjet e Kuvendit nga disa deputetë nga Musliu Shoshi i Partisë Demokratike që duhet të mos vijmë në këtë seanca derisa mos të ketë një vendim serioz, pra edhe do të kërkojnë nga kreu i drejtues pas zotit Dehari që këtë seanca të mos zhvillohen më derisa të arrihet një vendim politik për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit ose zonin Haxhiu, kandidatën e cila vazhdon të jetë të prezantohet për herën e 31 nga partia më e madhe në vend e lëvizjeve të vendosje. Këto janë ato rrethana të cilat edhe sot japin pak shpresë që mund të ketë ndonjë vendim ose ndonjë marrëveshje politike, pasi gjerë tani edhe përkundër faktit që 3 ditë më parë ka pasur një takim mes kreut të vetëvendosjes zotit Kurti dhe ish kandidatit të Partisë Demokratike për kryeministin zotit Hamza në Mitrovic, nuk ka zbutur tensionet mes dy partive më të mëdha, çfarë njëra kërkon që të ketë shumicën,
por duket që partia Albin Kurtit nuk dëshiron një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, por vetëm e preferuar asaj ose ti është Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila gjithë tani ka dhënë përgjigje negative për një koalicion të mundshëm mes këtyre dy partive. E kuptoj. Tomor, duhet ndalemi pak tek një propozim me 15 pika që ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë ditës së djeshme, cilat kanë qenë reagimet apo a ka pasur reflektim mbi këtë propozim të LDK-s? Po, ka pasur reflektim faktikisht nga partitë e tjera opozitare ose kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës edhe Alanca për Rrëdhënien e Kosovës, të cilët kanë deklaruar që jemi gati që të konsultohemi për një qeveri, ato thonë qeveri të shumicës si ish partive opozitare, por ndryshe ose edhe qeveria e unitetit, por Partia Demokratike e Kosovës ka deklaruar që me anë të sekretarës së saj të përgjithshme, zonja Qetaku, që duhet për të arritur një marrëveshje të ose në qeveria e unitetit të kemi edhe një konsensus nga partia e parë, pra nga vetëvendosja, ende vetëvendosja nuk ka pasur qendrim lidhur me atë çfarë ka prezantuar dje kreu i LDK-s zoti Abdi Gjiku me platformën e tij 15 pikëshe për një qeveri të unitetit me një kozjate prej 10 deri në 15 muaj për të çuar vendin drejt zgjedhjeve pas zgjedhjes së presidentit në prillin e vitit të ardhshëm. Duhet ndalem në këtë bisedë që po zhvillojmë së bashku edhe një tjetër çështje është zhvilluar para ditën e sotme edhe një tjetër seancë në gjykatën themelore të Prishtinës për rastin Bajnska. Çfarë u dëshmua në këtë seancë të sotme? Po, gjykimin ndaj grupit terrorist të Bajnskës ka nisur nga hëna me çdo ditë ka seancat e vazhdueshme sa i përket atij sulmi terrorist që është zhvilluar me 23 shtator të vitit 2023, pra dje edhe sot ka vazhduar dëshminë të Elez Peci, njëri prej policëve që ka qenë në patrullim atë natë së bashku me policin e ndier Afrim Bonjakun, heroin Afrim Bonjaku, pra dhe ai ka dhënë dëshmi se si kanë dalur, pra ka dhënë detaj lidhur me përgatitjen e tyre, forma, mënyra veprimit dhe patrullimit e tyre deri në orën 2 të natës, kur i ka ardhur sinjali final për të ku një pikë aty në orën e Bajnskës ka kamionat e vendosur dhe ka tentuar, siç ka theksuar ai në gjykatë, rreshteri Bonjaku ka bërë përgatitjet tona dhe jemi nisur drejt asaj pike ku jemi përballur me një sulm agresiv duke përfshirë këtu përdorje të gjitha llojet e armëve dhe pas atij fakti ne jemi gjendur me plagë të rënda të kolegut Afrim Bonjaku dhe ka shpalosur detajet e tjera ku ai ka theksuar se gjatë asaj periudhe më përpara dhe gjatë gjithë kohës e 2 viteve të fundit në veri të vendit të kriminali Radojčić dhe Veselinovići kanë lëvizur në të gjithë veriun e vendit të shoqëruar edhe nga njësi të mbrojtjes së tyre, pra të pandaluara nga KFOR-i, por edhe nga policia Uleksit dhe institucionet e tjera të sigurisë. Sot dëshminë ka një koleg tjetër i tij, i cili ka qenë natën e kritike ku ka humbur jetën Afrim Bonjaku, për të vazhduar seancën e sotme dhe për të vazhduar gjykimi pra ditën e hënë ndaj kësaj vepre terroriste që është përballur vendi jonë në vitin 2023. Pra do të ketë shumë dëshmi dhe fakte për të zbardhur saktësisht atë akt terrorist, ku siç duket të pandehur vazhdojnë të jenë ose të arrestuar dhe 3 pjesëtarë të grupit terrorist, të cilët ende nuk janë vendosur para gjykatës për të dëshmuar atë çfarë ka ndodhur atë natë në sulmin terrorist 23 shtatorit. Faleminderit Tomor për gjitha detajet që përcolle. Çojmë edhe se çfarë do të prodhojë kjo seancë e ditës së sotme, nëse do të jetë dështimi 31 apo diçka mund të ndryshojnë politikën e brendshme në Kosovë. Faleminderit. Do të vijojmë më tej, drejtori është quajturës zyra për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković sulmoi jashtë për vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë për të ndaluar shfaqjen e flamurit dhe simboleve serbe në Graçanicë gjatë festimit të Vidovdanit. Ky hap sipas tij tregon fytyrën antiserbe dhe fashiste të regjimit të Albin Kurtit. Petković theksoi se ndërsa ekstremistët shqiptar pikturojnë grafitet e UÇK-s terroriste në shtëpi të sheshe lojrash e shkolla serbe siç pohon, ndërsa Albin Kurti shfaq flamurin e Shqipërisë së Madhe në tubimet e tij, autoritetet në Prishtinë shqetësohen nga flamuri serb dhe festimi paqësor i Vidovdanit. Çdo vit, ndihmësit e Kurtit intensifikojnë represionin ndaj serbëve, veçanërisht në prag të Vidovdanit, duke kryer një gjueti të hapur për gjithçka serbe përmes arrestimeve të sajuara dhe linçimit të peregrinëve. Tani ata po synojnë simbolet kombëtare serbe me qëllim fshirjen e gjurmëve serbe në Kosovë, ndërsa përpiqen të fshehin dështimet e tyre politike dhe të përshkallëzojnë më tej tensionet, deklaroi Petković.
Presidenti serb Aleksandar Vučić duket se nuk e pati të vështirë të pastrojë njollën e shkaktuar nga takimi me Putinin në Rusi në 9 maj. Komisioni Evropian e përgëzoi për faktin që vizitoi Ukrainën me rastin e samitit në Europën Juglindore, zëdhënësi i komisionit Markus Lamert e quajti lëvizjen si një sinjal të rëndësishëm. Ai u përgjigj pyetjes së gazetarëve nëse vizita e Vučićit në Ukrainë ishte një sinjal kthese pas pjesëmarrjes në paradën ushtarake të Moskës dhe si do të ndikojë kjo në negociatat e antarësimit. Ne vlerësojmë këtë, tha Lamert, duke shtuar se Bashkimi Evropian i inkurajon të gjitha vendet kandidate të veprojnë në një linjë me politikën e tyre ndaj konfliktit në Ukrainë. Vučić mori pjesë në samitin e 4 Ukrainë, Europë, Juglindore në Odesa, ku takua edhe me Volodymyr Zelenskin. Ai theksoi pas takimit rëndësinë e arritjes së paqes afatgjatë dhe të qëndrueshme, por u kujdes të siguronte aleatin Putin se nuk e kishte trajtuar dhe nuk e kishte firmosur një deklaratë anti-Moskës në Odesa. Vajet sot tryeza e drejtësisë për arritjet dhe sfidat e zbatimit të saj në kontekstin e integrimit evropian, do të kemi mundësi ta ndjekim për disa momente. Arritje të arritshme dhe që do të kontribuojnë gjithashtu në antarësimin e Shqipërisë në BE. Menaxhimi i çështjeve, plane për progres dhe për të gjitha veprimtaritë e ardhshme. Fushat kryesore janë gjithmonë në progres. Sigurisht ka mjaft çështje dhe që ka problematika, ka shumë synime, ka mjaft aspekte në lidhje me emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, emërimin e këshilltarëve dhe asistentëve ligjor. Çdo pikë, çdo aspekt që do të konsiderojnë në përmirësim. Më lejoni të them se koordinimi dhe bashkëpunimi në gjyqësor është mjaft i rëndësishëm në të gjitha institucionet. Takimet janë funksionale dhe na lejojnë që të zhvillojmë diskutime mjaft fytyrëse. Të gjitha këto janë të rëndësishme për vetë strategjinë në mënyrë që ne t'i adresojmë siç duhet të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme dhe të analizojmë siç duhet të gjitha të dhënat statistikore. Kemi kënaqësinë gjithashtu që të ofrojmë mbështetjen tonë për strategjinë për të gjitha projeksionet të ardhmes. Kjo është një strategji që gjithashtu shoqërohet nga pasaporta e indikatorëve dhe buxheti. Kjo është diçka që padyshim vendos një standard për planifikimin në tërësi. Sipas këndvështrimit tonë, kjo do të lehtësojë gjithashtu integrimin, vetë procesin e integrimit dhe raportimin. Dhe të gjitha këto do të realizohen me punën e dedikuar të administratës. Në përfundim, dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë stafin e Ministrisë së Drejtësisë. Më lejoni të përmend emrat e Elona, Tetis e të tjerë të cilët kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë shumë çdo ditë për të arritur të gjitha objektivat dhe qëllimet. Përpjekjet tuaja janë të vlerësuara dhe padyshim që komunikimi efikas me Brukselin dhe në Tiranë kontribon vetëm për përmirësim. Tani ju falenderoj dhe shpresoj që dhe gjatë muajve të ardhshëm do të kemi një modus operandi për të mbledhur sa më shumë të dhëna dhe ne do të ju mbështesim gjithmonë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Thank you so much. The collaboration with you is always so important. I would like now your understanding for 2 minutes break just to give the possibility to media colleagues just to leave the room. Thank you. Mirë, kemi ndjekur drejt për drejt pikërisht edhe këtë tryezë që po mbahet në kuadër të drejtësisë dhe reformave që merren pikërisht në këtë sektor të rëndësishëm në rrugën drejt të bashkimit dhe integrimit evropian. Do të vijojë më tej, Izraeli ka nisur sulmet kundër disa nga objektivave bërtamor të Iranit. Në një prononcim për mediat, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë të ditur se sulmet do të vazhdojnë ndërsa lideri suprem i Iranit ka premtuar për një hakmarrje të madhe. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë distancuar nga sulmet e Izraelit.
Ashtu siç edhe kishin paralajmëruar, ushtria izraelite nisi një sulm me raketa kundër objektivave strategjik të Iranit, fabrikat e raketave balistike dhe komandantët ushtarak. Sipas ushtrisë izraelite, ky është fillimi i një operacioni të zgjatur për të parandaluar Teheranin të ndërtojë një armë atomike. Si kundërpërgjigje, Irani sulmoi me rreth 100 dronë drejt territorit izraelit në shenjë hakmarrje. Media dhe dëshmitarët iranianë raportuan shpërthime për përfshirë në objektin kryesor të pasurimit të uraniumit në Natanz, ndërsa Izraeli shpalli gjendje të jashtëzakonshme në pritje të sulmeve hakmarrëse me raketa dhe dronë. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se komandanti i saj kryesor Hossein Salam u vra dhe media shtetërore raportoi se selia e njësisë në Teheran ishte goditur. Disa fëmijë ishin vrarë në një sulm në një zonë banimi në kryeqytet, tha ai. Irani konfirmon gjithashtu edhe vdekjen e shefit të shtabit të ushtrisë General Major Mohamed Bagheri. Jemi në një moment vendimtar në historinë e Izraelit. Para disa çastesh, Izraeli nisi operacionin Luani në ngritje, një operacion ushtarak i synuar për të zmbrapsur kërcënimin iranian ndaj mbijetesës së Izraelit. Ky operacion do të vazhdojë për ajitit sa të duhen për të hequr këtë kërcënim. Po arrim suksese, por unë gjithashtu e di dhe ju e dini, nuk ka luftra të lira. Prandaj ju kërkoj përsëri të dëgjoni me kujdes udhëzimet e komandës së frontit të brendshëm. Është e mundur që ju të duhet të shërbeni për një kohë shumë të gjatë, sepse jemi mësuar deri më tani në zonat e mbrojtura. Sigurisht do të pajiseni me produkte, nevoja, rroba dhe të ngjashme, por gjëja më e rëndësishme është të pajiseni me një frym qendrese besimin në drejtsinë rrugëson, besim në fitoren tonë dhe jo vetëm ta quajmë këtë operacion luanët në ngritje. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, tha në një deklaratë se Izraeli kishte lëshuar dorën e tij të ligë dhe të përgjakshme në një krim kundër Iranit dhe se do të merrte një fat të hidhur për vete. Në emër të Allahut, më të mirësjellshmit, më të mëshirueshmit, kombit të madh të Iranit, regjimi zionist hapi dorën e tij të ndyrë dhe të përgjakshme ndaj një krimi në vendin tonë të dashur këtë mëngjes dhe zbuloi natyrën e tij të ligë duke goditur qendrat e banimit më shumë se kur më parë. Regjimi duhet të presë ndëshkim të rënd, dora e fuqishme e forcave të armatosura të Republikës Islamike nuk do ta braktisë atë me vullnetin e Zotit. Disa komandantë dhe shkencëtar u martirizuan në sulmet e armikut. Pasardhësit dhe kolegët e tyre do të rifillojnë menjëherë detyrat e tyre me vullnetin e Zotit. Me këtë krim regjimi zionist përgatiti një fat të hidhur dhe të dhimbshëm për veten e tij dhe patjetër do ta marrë atë. Izraelitët po dynden në supermarkete për të furnizuar me ushqime në përgatitje për një sulm të pritur nga Irani në përgjigje të sulmeve izraelite, raporton The Times of Israel. Zyrtarët izraelit thonë se operacioni mund të zgjasë disa ditë. Nga ana e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha në një intervistë për Fox News se ai dinte paraprakisht për planin e Izraelit për të sulmuar Iranin, por përsëriti se SHBA-t nuk ishin të përfshira. Administrata amerikane po monitoron çdo hakmarrje dhe komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është në gatishmëri të lartë. Trump theksoi se SHBA-t janë gati të mbrojnë veten dhe Izraelin në rast të një hakmarrjeje nga Irani. Rusia ka shumë pak gjasa që të përdorë armët bërthamore. Ky është konkluzioni që ka nxjerrë Agjencia e Inteligjencës Amerikane. Faktin e ka bërë të ditur vetë shefja e kësaj agjencie. Ajo shpërndau një video në X duke treguar tmerret e hedhjes së një bombe bërthamore, por në të njëjtën kohë, para Senatit ka bërë të ditur se bota është në prag të një katastrofe. Paralajmërimi nga Tulsi Gabbard, drejtoresha e inteligjencës kombëtare në SHBA, nuk mund të kishte qenë më i rëndë. Luftonzitësit e elitës politike e kanë sjellë botën më afër pragu të shfarosjes bërthamore se kur më parë, tha ajo. Por alarmi që ajo tha nuk ishte një përfundim zyrtar i komunitetit të inteligjencës amerikane, ishte pikpamja vetë Gabbard e publikuar të martën në llogarinë e saj personale X, në një video e cila tregon një përshkrim të animuar të urës Golden Gate që shkatërrohet nga një shpërthim bërthamor. Mesazhi nënvizon tensionin midis rolit të Gabbard si një zyrtare e lartë inteligjencës, përgjegjëse për ofrimin e analizave të panshme të kërcënimeve të sigurisë kombëtare dhe shumë prej pikpamjeve të saj të kahershme kritike ndaj rolit të qeverisë amerikane në botë. Kur shefja e inteligjencës amerikane tregoi për kërcënimet me të cilat përballet vendi, ndërsa dëshmoi para Komitetit të Inteligjencës në Senat në mars, ajo nuk tha asgjë për rrezikun e një lufte bërthamore të afërt. Do të fillojë duke përqendruar në atë që kërcënon menjëherë dhe drejtpërdrejt Shtetet e Bashkuara dhe mirëqenien e popullit amerikan, tha ajo në një deklaratë hapëse.
ku përmendi kartelet, bandat dhe organizatat e tjera kriminale transnacionale. Një shqetësim kryesor i administratës Trump, raporti vjetor i CIA-s mbi kërcënimet në mbar botën, që Gabbard i përreqiti komitetit, arritin në përfundimin se Rusia ka shumë pak gjas të përdor armë bërthamore, përveç nëse përballet me kërcënim ekzistencial. Kina, thuhet në raport, kishte të ngjartë i përdorte ato vetëm nëse sulmohej e para një sulm bërthamor. Gabbard ka shprehur alarm për vite me radhë në lidhje me rrezikun e një lufte bërthamore, duke sugjeruar në një podcast vitin e kaluar se ishin zyrtarët amerikanë dhe oficerët e lartë ushtarak që mund ta fillonin një të tillë. Gabbard ka thënë se frika nga lufta bërthamore e shtyu atë të kandidonte për presidente në vitin 2020, duke i quajtur atë çështjen qendrore të kohës sonë. Gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka hedhur poshtë vendimin e Donald Trump për të vendosur gardën kombëtare në Los Angeles. Në arsyetimin e saj, gjykata vlerëson se vendimi i Trump është i palishëm. Nga ana e saj, Shtëpia e Bardhë ka bërë me dije se do të apelojë vendimin. Vendimi i presidentit të SBA-s, Donald Trump, për vendosur gardën kombëtare në Los Angeles pas protestave kundër ligjit për largimin e migrantëve, është konsideruar i palishëm nga një gjykatë amerikane. Veprimet e tij ishin të palishme, tha gjyqtari i gjykatës së lartë të SBA-s, Charles Breyer, në një vendim në lidhje me Trump. Gjykatës urdhëroi presidentin që ta kthejë menjëherë kontrollin e gardës kombëtare të shtetit të Kalifornisë. Shtëpia e Bardhë apeloi menjëherë vendimin. Çështja tashmë mund të shkojë deri në gjykatën supreme. Gjykata e apelit i dha përkohësisht Trumpit kontrollin mbi trupat e gardës kombëtare të dislokuar në Los Angeles. Gjykata njoftoi gjithashtu se do të mbajë një seancë dëgjimore për këtë çështje më 17 qershor. Donald Trump do të shkarkohet nga detyra nesër mesditë, tha guvernatori i Kalifornisë në një deklaratë të parë televizive pas shpalljes së vendimit. Ai nuk është monark, nuk është mbret dhe do të ndalojë si vepruari si i tillë, vazhdoi demokrati 57 vjeçar. Trump përdori amendamentin 10, një ligj që përdoret rrallë për të vendosur një total për 4000 trupash të gardës kombëtare të Los Angeles. Zakonisht guvernatori i një shteti mobilizon gardë kombëtare për të ofruar mbështetje gjatë fatkeqësive natyrore. Republikani justifikoi këtë urdhër, duke thënë se protestat në Los Angeles kundër goditjeve ndaj migrantëve të urdhëruar nga administrata e tij kishin dalë jashtë kontrollit dhe si qyteti po digjej. Herën e fundit që presidenti Lyndon Johnson aktivizoi gardë kombëtare ishte në vitin 1965, kundër dëshirës së një guvernatori për të mbrojtur aktivistët të drejtave civile në Alabama. Të tjera fakte janë zbuluar në lidhje me tragjedinë e ndodhur në Indi, ku si pasojë e rënjes së një avioni humbën jetën 242 persona. Hetuesit kanë filluar kërkimin në rrënojat e fluturimit të Air India për të përcaktuar shkakun e rrëzimit të avionit. Të premte në mëngjes u gjet një nga dy të ashtu quajturat kuti të zeza që përmbanin prova thelbësore të minutave të fundit të një avioni. Raporti nuk zbuloi se cilat të dhëna fluturimi ose regjistrues zëri në kabinën e pilotit u gjetën. Sipas autoritetit indian të aviacionit civil, një thirrje Mayday u dëgjua nga kabina e pilotit pak para aksidentit. Shkaku i aksidentit mund të jetë një konfigurim i gabuar i avionit para ngritjes ose të dhëna të gabuara të peshës në sistemin kompjuterik të avionit, i cili përcakton fuqinë e nevojshme për ngritje. Një grup nxënësish të shkollës së bashkuar të fshatit Zgosht, ndryshe nga bashkëmoshatarët e tyre që e shikojnë argëtimin nëpërmjet teknologjisë, ata organizojnë shëtitje dhe piknik në një nga perlat e natyrës shqiptare, Parkun Kombëtar Shebenik Jablanic. Parku Kombëtar Shebenik Jablanic është një ndër perlat e natyrës shqiptare që ndërthur peizazhin me ajrin e pastër dhe natyrisht florën dhe faunën e kësaj zone. Dhe me një pasuri të tillë, nxënësit e shkollës së bashkuar Isa Kalla nga fshati Zgosht duan të japin një mesazh për bashkëmoshatarët e tyre, se mund të jesh trend edhe duke shijuar dhe u argëtuar në natyrë, dhe jo vetëm me celular dhe tableta në duar. Ne vim shumë shpesh në këtë zonë për piknik, jo vetëm me shoqërinë, por edhe me familjarët tonë, sepse është një zonë shumë e bukur, na pëlqen për shkak edhe të liçenit të Fustunës. Ne na pëlqen shumë si zonë dhe dalim bëjmë piknike të ndryshme, luajmë, argëtohemi së bashku. Çfarë ndodh me moshatarët tuaj? Frekuentojnë ato piknikët apo e dalë jashtë mode për një brez që? Edhe pse kanë dalë pa nga moda, të themi të drejtën, por realisht akoma ne i bëjmë këto piknike dhe na gëzojnë, argëtohemi shumë sepse luajmë edhe lojra të ndryshme dhe bëheni dhe më social me njëri tjetrin. Për drejtorin e shkollës Parku Kombëtar Shebenik Jablanic është një copë zvicre, por që arrihet shumë më shpejt, duke shijuar një natyrë që fillon nga 300 metra mbi nivelin e detit e deri në mbi 1800 metra lartësi.
E themi si zonë Zvisa nuk ka asgjë më tepër se sa kjo zonë. Është shumë e vërtet, shumë e bukur që edhe nga këto, nga Zvisa, nga Austria, vinë domethënë tek parku. I ka të gjitha. Ka ajrin e pastër, ka gjelbërimin, i ka rrugut, i ka të gjitha. Prandaj zgjedhin këtë. Investimet e viteve të fundit në infrastrukturën rrugore i kanë dhënë një tjetër zhvillim turizmit në zonë. Zhvillim i cili natyrisht nuk duhet të cënojë natyrën dhe origjinalitetin e kësaj zone. Durrësi i njohur tashmë ndërkombëtarisht për plazhin, kulturën e historinë, mikpritjen dhe kulinarinë u ofron turistëve dhe turizmin aventurës dhe adrenalinës në natyrë. Nga viti në vit, Durrësi po pasuron gjithnjë më shumë ofertën e tij turistike. Përveç turizmit historiko-kulturor, atij bregdetar dhe kulinar, një tjetër lloj oferte tashmë ka marrë jetë në qytetin e cilësuar edhe si kryeqendra e turizmit shqiptar. Përveç bregdetit ranor, gastronomisë së pasur e pasurisë së madhe historike që Durrësi mbart në vetvete, tashmë ka nisur dhe forma e re e eksplorimit të Durrësit, në zonat që njeriu ende nuk i ka shkelur. Kallmi dhe disa kodrina përreth janë bërë objekti të rinjve të huaj që vinë në vendin tonë për t'i njohur e për t'i eksploruar ato nga afër. Motorat 4 rotak, të njohur ndryshe edhe si ATV, u mundsojnë turistëve të huaj të njohin dhe eksplorojnë natyrën ende të paprekur të rrethinave të Durrësit. Panoramat të bukura që të shfaqen dhe emocionet e udhëtimeve të tilla duket se kanë lënë të kënaqur turistët e huaj. Yes, we are with a big group. Jemi një grup prej 8 personash. Dikush më tha që Durrësi është një qytet i mrekullueshëm dhe ja ku erdhëm. Është shumë bukur, një ditë ndryshe. Different day. It's different. This here, see a lot of nature. Dashurojmë natyrën, eksplorojmë malet. Këtu është shumë bukur. Plazhet e bukura me ujëra të pastra. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Shoqëruesi shqiptar tregon se të huajt janë më të interesuar për këtë lloj aventure, e cila duket se po kthehet në një trend me prenotime të shumta. Të huajt janë më shumë kurioz të njohin natyrën e Durrësit, sidomos të kallmit këtu ku jemi ne, dhe kanë më shumë dëshirë të eksplorojnë dhe të bëjnë aventurë, sidomos me kuadët. Ky është sezoni jon i tretë dhe nga viti në vit vetëm shtohen rezervimet, jemi me rezervime deri në tetor, full. Ndërsa në Gjirokastër po aplikohet një tjetër lloj oferte turistike, punishtet dhe qendrat e artizanatit po kthehen në atraksione turistike, ku turistë nga vende të ndryshme jo vetëm njihen me teknikën e realizimit të punimeve, por mësojnë edhe vetë si t'i realizojnë ato. Tashmë turistët e huaj në Gjirokastër, përveç historisë dhe kulturës, po tregojnë interes edhe për mënyrën se si realizohen punimet artizanale, veçanërisht kostumet të trashëgimisë popullore. Një grup turistësh nga Izraeli janë përqendruar në një prej punishteve artizanale për të mësuar pikërisht teknikat e realizimit të qepjeve tradicionale. Unë quhem Kelly dhe jam nga Izraeli. Kemi ardhur me një grup mish për të vizituar Shqipërinë dhe për të njohur më shumë rreth traditave. Në interesin ton është edhe qëndishtaria, po mësojmë nga artizanët vendas dhe është një eksperiencë mrekullueshme, për më tepër kur jemi në një vend miqësor dhe me njerëz tepër të dashur. Unë jam Mihal nga Izraeli, punoj si artizane në të gjitha profilet e këtij zanati. Për disa vite shkruajmë ture të ndryshëm ku pjesë është edhe Shqipëria. Po ku më mirë se në Gjirokastër mund të njihemi apo të na tregojnë teknikat e qëndisjes, sidomos ato me fijari, pjesë e rëndësishme dhe mjaft e bukur e kostumeve tradicionale të zonave të ndryshme. Për artizanën e punishtes në fjalë, ky lloj interesi nga turistët e huaj po vjen gjithnjë në rritje, duke të rrequr dhe artizan nga vende të tjera. Duke qenë që ne jetojmë në një qytet muzeal dhe vizitohet shumë nga turistët, kemi dhe idet tona për t'u prezantuar veshjen tradicionale turistëve dhe duke u krijuar dhe mundësinë që jo vetëm ta prekin, por dhe të përpiqen të qëndisin diçka. Në zonën muzeale të Gjirokastrës ushtrojnë profesionin e tyre me 10 artizan në profile të ndryshëm,
ku interesi i turistëve të huaj për të njohur me këtë pjesë të traditës dhe trashëgimisë son kombëtare vjen gjithmonë në rritje.